U rikthyem sërish në studio për të vazhduar me musafirët tanë të radhës. Kësaj radhe do të flasim për një arritje apo për një sukses të madhe në futbollin e të rinjëve në vendin tonë. Bëhet fjalë për FC Shkupi U18, është shpallur kampion për herë të dytë radhazi në kampionatin e Maqedonisë së Veriut, duke treguar dominim të plot në këtë grup moshë dhe një organizim shembullor. Sot në studio kemi të ftuar trejnerin e këtij ekipi të suksesshëm, Ali Savlishi, si dhe futbollistët të këtij grupi. Mirë se erdhët në emisionin Ritmi i ditës në mëngjes, ku do të flasim për arritjet e juaj për 2 herë radhazi. Përshëndetje, mëngjes. Shumë mirë, më vjen që keni pranuar të jeni musafir në emisionin ton. Kjo është titulli i 2, siç e seka në fillim. Çfarë do të thotë kjo për juve dhe sa e vështirë është ta mbash një ekip në nivelin më të lartë për 2 sezone? Sezonin e parë jemi shpallur në kampion, kurse tash në sezonin e dytë kemi pas pak më lehtë se vitin e kaluar. Edhe normal, vështirë është të bësh 2 herë kampion me këtë gjenerat U18, edhe kemi kaluar shumë bukur, domethënë në sezonin e parë kemi pas pak më vështirë, po kurse si vjet e kemi kaluar pak më mirë për arsye që kemi bën një ekip kompakt, domethënë pi vitit kaluar, edhe e kemi arrit me merit, me punë, me disiplinë, me gjithçka, domethënë fal fëmijëve, po normal edhe unë si trener jam i kënaqur ndaj tyre. Edhe kemi treguar ata që e kishmi qëllimin për si vjet të bëhum kampion. Për të arritur qëllimin. Cili ka qenë qëllësi i suksesit këtë sezon? Më shumë ishte talent individual apo të themi një punë kolektive, së bashku gjithë? Domethënë na kemi arrit kolektiv, domethënë bashkarisht, domethënë normal. Ka disa lojtarë që kemi pas pak mungesa edhe të disa lojtarë për individuale, po si vjet e kemi arrit domethënë bashkarisht me kolektiv edhe kemi arrit ata që duhet të arrini suksesin. Si ndryshoi qasja juaj nga sezoni i kaluar në këtë sezon? A bë ndonjë ndryshim strategjik që ndikoi ndjeshën, të themi, keni ndryshuar diçka në këtë lojë këtë herë, apo ka qenë e njëjta strategji si herën e kaluar? E njëjta ka qenë si vitin e kaluar, si u bënëm kampion, por si vjet pak e kemi pas një motiv shtesë, se kur të bëhesh kampion herën e parë dhe normal tash herën e dytë jemi kanë më të motivuar. Edhe kemi luajtur çdo ndeshje, do të thonë çdo lojë që kemi të motivuar edhe kemi arrit ata si fitoret, apo nuk kemi pas problem me kundërshtarët, kurse vitin e kaluar kemi pas pak më vështirë. As si vjet e kemi pas pak më lehtë edhe normal. Nuk keni dashur që të mposhtin atë herën e parë, keni dashur të vazhdoni edhe më tej? Kemi pas më shumë emocione, më thënë herën vitin e kaluar, kurse si vjet nuk kemi pas, kemi luajtur shumë shlirë edhe mirë edhe normal. Keni arritur suksesin bashkarisht këtë shkollë ndeshje. Kthehemi pak te futbollistët e lojtarët. Mund të na thoni se si është ndjenja të jesh pjesë e një ekipi që dominon futbollin e kësaj grup moshe për 2 vite me radhë? Faleminderit. Ti je një lojtar, ti je pjesë e FC Shkupit, domethënë është spari kënaqësi shumë e madhe se je pjesë e një ekipi shumë të madh, i cili ka garuar gara evropiane, kështu që pritet edhe në që sezonin e ardhshëm nëse fitojmë përsëri ligën, do të jemi gjithashtu si gjenerat pjesë e garave europiane. Besoj se është ëndër e çdo fëmijë të jetë pjesë e këtij ekipi. Domethënë kemi ëndërruar edhe në gjithë prej fëmijët jemi pjesë. Domethënë edhe për juve është një sukses, një arritje. Fal trenerit, ndoshta ka qenë me ju disi rigoros, të themi ashtu, apo? Po, trenerin edhe pse ka qenë rigoros, domethënë falenderojmë shumë, domethënë që na ka sjellë këtu ku jemi sot. Se pandimën e trenerit nuk ishmi kanë edhe askush deri këtu ku jemi sot. Patjetër. Cila ka qenë sakrifica më e madhe që ka bërë për të arritur në këtë nivel? Cili do përgjigj? Po mundet, cili doni prej jush? Po kemi sakrifikuar krejt, domethënë zbashku shumë, domethënë kemi qenë konsistent gjithmonë nëpër stërvitje, kemi shkuar dhe jemi mundu që mos të mungojmë, të jemi gjithmonë sa herë bashk, dalim gjithmonë krejt ekipi bashk, përkrahojmë njëri tjetrin, krejt zbashku. Si përgatiteni emocionalisht, të themi, fizikisht për ndeshjet më të rëndësishme të sezonit? Pjesën fizike për ndeshjet të sezonit, domethënë përgatitemi gjatë gjithë javës, domethënë për ndeshjen e ardhshme
domethënë vikendave kemi ndeshje apo të mërkurëve, të martëve, varësisht domethënë të javën në shfrytëzojmë që të përgatitemi fizikisht, kurse pjesën emocionale domethënë përkrahemi më së shumti lojtarët ndërmes vetit në grup që kemi aty shkruajmë shembull forca, hajde djem, ajo kjo apo mbledhemi një natë para krejt bashk apo Do të thonë emocionalisht përgatiteni si do të kemi keni ato organizimet takimet, ato organizimet. Mund të na thoni se çfarë roli luan trajneri Viçi në formimin tuaj si futbollist dhe si njerëz të themi? Në formimin tem, trajneri Alisa Viçi ka ndikuar shumë në ngritjen time si futbollist. Ju ka ndihmuar domethënë shumë. A keni ndonjë ëndër afatgjate në futboll të themi të luash për ekipin e parë, ndonjë klub evropian apo ndoshta edhe kombëtar? Po besoj që çdo kush domethënë ka ëndër të luajë për një ekip të madh evropian apo për kombëtarën, sidomos që unë për veti nuk kam qenë ende pjesë ndonjë kombëtare të Maqedonisë apo të Shqipërisë, po shpresoj që në të ardhmen edhe ta kemi të gjithat mundësi ta përjetojmë. Kurse për ekipet e mëdha shpresoj që të jemi çdo kush pjesë ndonjë ekipi të madh apo pjesë e FC Shkupi, nëse është domethënë viteve tashme në majat e futbollit. Çfarë marrëdhënie keni me shokët e ekipit dhe sa ndikon kjo në performancën në fushë? Ne jemi shumë të afërt në mes veti, e kjo ndikon shumë. Nëse nuk jemi të afërt, nuk ishme mujt me pas këtë sukses. Domethënë keni mirëkuptim edhe në ndeshje, në lojë kur luani, kuptoheni? Dhe që keni arritur aty sot ku jeni për 2 herë radhazisht shpalleni kampion në fushën e juaj U18. Zotëri Iliasa, mund të na thoni se çfarë sfidash hasni si trajner në futbollin e grup moshave? Me çfarë përballeni? Me sfidat e lojtarëve, sa e keni të vështirë? Kemi pak të vështirë normal tash. Kur luajmë ndeshje aty ne kemi kundërshtar mjaft fort. Si ekipet e tjera, si janë me U18 që i kemi pak vështirë me në kampionatit. Si i kaloni këto vështërsit? I kalojmë, si të them, më respektojmë shumë, edhe unë tash ku më përkrajnë edhe letarët, në për stërvitje, në për ndeshje, edhe normal tash apim atë maksimumin që duhet në ta bëjmë si në stërvitje, si në ndeshje, në gjithë. Në çfarë mënyre punoni domethënë me futbollistët e rinj, si përgatitni për presionin e garës? Po normalisht në për stërvitje bëjmë punën tonë, që duhet ta bëjmë në për punën fizike, bazike dhe ato që duhet që na përgatitemi për ndeshjet javës që vjen, domethënë mbarët kundërshtarin se kemi të fortë, normalisht duhet përgatitemi psikikisht domethënë në herë, që mos bëjmë presion. Pësa është loja, mund t'jesën e ndeshje shumë e forte dhe tash bitë nuk ka nevojë ta marrin shumë emocionalisht, që të hajde dhe është pa tjetër me fitu, nuk është pa tjetër dhe një me fitu, se futbolli është lojë, nuk mumi çdo herë t'i fitojmë lojat, një mundet edhe kemi edhe humbi në një ndeshje, po do të përballohemi me këto gjona dhe gjithmonë mundona të jem pozitiv çdo herë, përgatitemi edhe psikikisht edhe për humbje. Edhe për humbje, se njëherë në pjesë. Sa vërtetën të themi lojtarët, se janë në një moshë të themi pak të rinë më... është vërtetë se moshën e kanë tash pak më afër më 18 vjet, i kanë 18 vjeçar në fëmijët. Po falë Zotit që më respektojnë shumë, ndëgjojnë si në ndeshje, si në stërvitje, dhe unë jam mirënjohës dhe njërë ndaj tyre. Por edhe këto e kam për vetit, është normal, nëse del marri diçka në futboll, duhet pa disiplinë nuk mund të shkojmë përpara. E shumë e vërtet. Cili ka qenë të themi momenti më emocional për ju gjatë këtij sezoni? Këtë sezoni kemi pas shumë vështirë, të them drejtën, kemi luajtur në një ekip, kemi pas Vardarin, më thon kundërshtar, që ajo ndeshje ka qenë për neve po të bëhemi kampion. Ta humshmi ndeshjen, na nuk mundi të bëhemi kampion. Ajo ndeshje ka qenë piki, kemi pas Baras, në ndeshje ajo ka ndeshje shumë që u vendos ke gjithçka. Po falë Zotit fëmijët, edhe në të maksimumin, ndëgjuan, nuk ran presion shumë edhe e fituam lojën domethënë atë ditë. Ishte loja 2 ndeshje para fundit 3 edhe e morëm domethënë këtë titull sot që kemi pruar, ndeshja neve na ka vendosur shumë domethënë. Po shumë nuk e harrojmë ndeshjen se fituam 1-0 edhe tash shumë emocione pa qarje, pa gjithçka, edhe dim se si kemi arritur, po e kemi bëu me mirë. Çfarë do të thojnë këto titujt për juve, për si ekip të themi? Normal tash si gjenerat na
edhe unë si trener, për edhe fëmijët këto ne kemi tregu shumë, unë për edhe për klubin, si FC Shkupin që avancojmë për para, duhet t'ja menojnë tjerët, dhe të shikojnë pakës mas shumë tash për këto gjenerata, për këto fëmijë që kemi në Shkup. Edhe është nasim, është e lehtë të bosh 2 vite kampion në radhë, kurse edhe nesër tash na duhet ta cekë edhe këtë. Jemi edhe finalen e Kupës Maqedonisë, kur nesër kemi në stadiumin e Federatës atje, në orën 11, edhe është edhe një shansë që është e mirë. Për të marrë edhe të themi edhe të tretin. Shpresojmë, ju urojmë suksese gjatë ditës së nesër dhe shumë fat edhe nesër. Pse jo të kemi edhe një sukses në U18 në ekipin tuaj. Sa i përfshirë është klubi FC Shkupi në zhvillimin e grup moshave dhe a ka bashkëpunim të mirë mes akademisë dhe ekipit të parë? Ka, dhe më thonë, tash me ardhen e drejtorit sportiv, du të përshëndesë nderim në gjipin që i kemi ati, dhe ai Kuturonin, më thonë, drejtorin CEO. E kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe më thonë si vjetë me të rritë, edhe kemi, më thonë, 2 lojtarë apo 3 kemi në ekipën e parë, që arriton me Metin, Andin, Ismailin e kemi ati, edhe pse edhe të nesër më stjenë edhe 2-3 tjerë që i kemi për kësaj ekipës, kemi bashkëpunim të mirë tash. Në ka ashtu edhe një motiv pak ma shtesë, është e mirë kjo, që në të ardhmen do të punohet edhe ma shumë për këto. Ju të bosh kampion, për na duhet nxjerrë militar. Kampion edhe a bosh, a nuk bosh, dhe njerë nuk shkon. Në meranësi është fëmijët punomin na si trenera krejt, të nxjerrë militar për një kitë parë që nesër të shohmi na fëmijët e tonë të luajnë të përfaqësojnë Shkupin ligën e parë. Pse jo? Zotëri Vishi, më ndonë nga thoni sa ka ndonjë lojtar që të ka habitur për mirë në progresin e tij gjatë vitit? Si vjet ka, dhe më thonë, dhe pse vitin e kaluar kemi jemi më të kompletuar, kurse tash me disa lojtarë që kanë shkuar në për klube ndryshme, si vjet ka pas shumë, dhe më thonë 2-3, mujë me thonë maksimumin, kanë lënë shumë përshtypje, vjet kanë qenë rezerva, kanë tangohen janë kompakt, kanë njësi rezervë, kurse si vjet kanë lënë përshtypje shumë edhe për atë sot e kemi bërë në këtë sukses, me ato bashkë, që janë avancu, kanë një informacion parë edhe tash nëse duhet në emrat, nuk e kam problem, si kemi Sudesin, Qajanin, që më ka gjithmonë ka lujt, rezervë ka qenë, kurse si vjet ka bërë një hap shumë të mirë, edhe është mirë, kemi një Azin si vjet këtu, vjet nuk ka shënu shumë golla, si vjet do ndeshjet e kryesore kyqe, falë këti gollave dhe kemi arrit sukses. Tash ka pas derbi loja me 1-0, gollat e një Azin dhe një ndoshta na ka marrë 3 pikë. Edhe Eldinin mos ta harroj, e kemi mbrojtës ata. Eldin Ramoni ka qenë me Vardanin për kemi luajtur ndeshje. Ai e shënoi atë golin përfitor dhe normal meritja e tij është edhe ajo. Në me thonë, të themi që ai që ju shpëton në fushë... Ai edhe me ka luajtur me Krajin e kam pas lëndum, më thonë, i lëndum ka qenë, ka luajtur me dorën e thym, ka luajtur deri në fund edhe nuk është dorëzuar. Nuk është deri në fund edhe në minus për atë djalë, edhe përshëndesim shumë. Atëherë këto sakrificat e lojtarëve do të thonë shumë për ekipin, kur edhe pse ka ndonjë lëndim dhe mundohen të jenë në fushë në aty ku duhen të jenë. Të themi pak tek ju, si e ndjeni kur përfaqësoni Shkupin në këto nivele të reja, e ndjeni përgjegjësinë e fanellës? Po, normalisht se po, dhe me thonë, dveshësh fanellën e Shkupit është një përgjithësi e madhe, duke parë se është një klub i madh cili ka marrë pjesë edhe në gara europiane, po edhe pse ka tifogrupin, dhe me thonë, një ndër më të mëdhenjt në shqiptari shfercerat, dhe me thonë është një përgjithësi e madhe që ti përfaqësos ato klubin edhe shfercerat në përgjithësi. Mund të na thoni se çfarë këshille do ju jep një futbollist të vogël që sapo ka nisur rrugëtimin në akademi, cili prej jush, cili do nuk është problem të përgjigjet? Cila do t'ishte kur ke filluar ti si i vogël? Çfarë këshilla të kanë dhënë? Dhe ti që do ja u përcjellve edhe të tjerëve? Mos ndalojmë, veç duhet me punu. Dhe më thonë duhet të punojnë sa më shumë për të arritur sukses, për të qenë një lojtar i mirë të themi në fushë. Sukses. Si e menaxhoni? Ju jeni të ri, jeni edhe në shkollë, por edhe në stërvitje.
po keni dëshirë dhe dilni edhe për kafe me shokë. Si menaxhoni këto? Ju përzihet trejneri të themi kështu ju thotë para lojës, nuk guxoni të rini deri vonë, të jeni sa më të qetë, të pushoni? Po, do me thonë, fatmirësisht treneri për pjesën e shkollës, do me thonë gjithmonë na ka përkrahur, na ka ndihmuar shumë që kemi pas nevojë të shkolla, për vërtetimet cilat o dashur mi dërgu në shkollë se do një ditë ka ndodhur që të mungojmë atë sepse kemi pas lojë, po për pjesën e stërvitjeve, do me thonë kemi pas, nëse jemi kanë në shkollë mas dite, kemi pas stërvitje në mëngjes, apo nëse jemi kanë në shkollë mëngjes, kemi pas stërvitje në pas dite dhe për ata e faleminderim trenerin shumë që do me thonë është mundu maksimum që mos ta humbim shkollën si futbollist. Si pikërisht duhet i keni menaxhuar, besoj që mirë të dyjat edhe stërvitjet, edhe lojrat, edhe shkollën. Pas këtij suksesi, si e shihni të ardhmen? Çfarë pret nga sezoni tjetër dhe ku do doje të ishe pas një viti të dytë të përgjigjeni se ku e shihni veten? Po, duke marrë parasysh se sezonin e kaluar ishim kampion, kurse këtë sezon jemi përsëri kampion të ligës dhe pritet që nesër do me thonë të bëhemi kampion dyfisht, qofse luftojmë, po vetën e shohim do me thonë në një nivel do me thonë më të motivuar për të ardhmen dhe shpresojmë që edhe ekipe do me thonë që se janë kërkim të lojtarëve dhe kemi do me thonë ekip të mirë, se nuk jemi rastësisht kampion dy radhës, kurse këtë sezon apo rastësisht jemi kampion dyfisht. Dyfisht. Ku e shif ti për të ardhmen? Si e shihni të ardhmen pas një viti? Të Shkupi ose na ikon ligën e parë. Shpresojnë të arritni. Zotëri Vishi, mund të thoni si e shihni të ardhmen tuaj si trejner dhe do të qëndroni te grup moshat apo synoni të kaloni në trajnim të ekipave të rriturve? Pyetje me vend. Ku e shifni edhe ju? E shoh të akademia, se jam gjatë vite këtu afër 25 vite, edhe vetin e shoh gjithmonë punime të rinj, se kam ëndër edhe unë vetë këtë, edhe jam rritë më thonë këtë klubi, më thonë të FC Shkupi, edhe pse gjithmonë kam pas oferta dikun të jem për ligën e parë apo ligën e dytë, po nuk e di, këtë e kam, si të them, si shpejtë, gjithmonë kam qenë të jem pranë klubit ku jam rritë. Edhe kam qenë me trit puni shumë, edhe nuk mendoj dikun mandat apo diçka se duket që nëse unë nuk jam këto... Të pëlqen të punon me këto grup mosha? Po, nëse unë mendoj që nuk jam këtu, më duket që gjeneratat do të zhduken apo diçka nuk kanë suksese, nuk i di pse, edhe këtë e kam si unë gjithmonë të jem me trit. Punoj se është kënaqësi. Kënaqësi. Çfarë mesazhi keni për prindërit që kanë fëmijë në Akademinë e futbollit? Prindit janë gjithmonë nuk kanë qenë për mua, dhe në thëmë në basë, se edhe i falemderoj shumë për çdo send që më kanë dhënë në basë mua. Asnjëherë nuk më kanë përzije për çështjen e fëmijëve, apo lumë fëmijë, apo nuk lumë fëmijë, apo diçka. Edhe më kanë shlirë unë gjithmonë për atë, kam pas besim tonë, edhe kemi arrit në këtë sukses, se dinja ka prindit se gjithmonë mendojnë që fëmija vetë është i mirë, a kurse unë personalisht më thëmë të gjenerata ime, nuk më kam përzi asnjëherë dhe gjithmonë kam këshirë lojtarë të mirë të luajnë që meritojnë. Të themi që keni pasur një bashkëpunim lojtar, prindër, trejner, ju kam përkrahur ato. Ka dhe njerëz që ka pak nësi, po ata e dinë që më thonë se ku janë sot edhe ku janë këto tjerët. Edhe më kam këshirë drejtimin tem edhe veç që dëshiroj më shëndet, më thonë nëse i lojnë prindit sot e andet, punojnë si të treneri, ose që këto fëmijë do arrijnë edhe më lart pakës. Do thonë që kjo mesazhi për to që mos t'ju përzihen fëmijëve, në ta lejnë trenerin çka i thotë, çka ka, se s'ka trener në botë që nuk i do lojtarët e mirë apo sa të shohin mund me pa veç fëmijën e vet. Apo kurse ne kemi kolektiv, kemi bashkë krejt, unë i këshyri ma mi çka është për ta. Çdo prind dëshiron që fëmijën e vet tash lart e më lart. Normal, edhe na duhet ta bëjmë atë kontributin, normal që duhet të hapim hakun që duhet, me punën e me krejtat që duhet me mri. Por prap jam mirënjohës ndaj tyre se gjithmonë kanë qenë gati edhe më kanë shlirë sa herë edhe për atë i them që në lejnë të punojnë fëmijët, punën ta kryejnë trejneri atë që duhet. Shpresoj që në të ardhmen trofe të tilla të na sillni dhe t'ju kemi përsëri të ftuar dhe nesër ju urojmë suksese dhe ju faleminderit edhe për panellën që e keni sjell pikërisht si dhuratë për emisionin në ritmi i ditës. Faleminderit shumë. Ju faleminderit edhe juve, ju dëshirojmë suksese në të ardhmen, t'ju shohim lart e më lart. Faleminderit për juve ftesën.